mund të jenë traumat në fëmijërinë e hershme, prej familjes ndoshta, prej shoqërisë në shkollë, prej mjedisit. Këto janë faktorët më të fortë që një individ e çojnë drejt një akti ekstrem. Me që jemi këtu të qarat, ka ndryshuar koncepti i qarave. Kohët e fundit kam parë dhe meshkuj duke qarë. I them, burrat nuk qajnë, po duhet të lirohen. Pra, qara është që ti lirohesh nga ai, thonë za, ngërçi emocional. Ne kemi ende këtë vlerë, e mbartim këtë që jemi shumë të dashur, madje jemi shumë më të ndjeshëm kur ka një situatë e caktuar dhe jemi të gjitha alert për të qëndruar pranë. Dhe kjo është një vlerë që shoqëria jonë ka të pazvendësueshme. Pra, tipik Ballkanas. Ti përmendë pak më herët me të drejtë që familja tani është shumë e ngarkuar, shumë i zënë, fëmijën për të mirën e tij e çon në shumë kurse, por është aty e shoqëron nga njëri kurs në tjetër. Dhe vitet e para të fëmijërisë e bëjnë tamam ndërtimin e një kështjelle të shëndetshme psikoemocionale. Përshëndetje miq, mirë se erdhët në episodin e radhës në podcast me Jonën. Jam në studio me psikologen Valentina Telhaj. Valentina, të falenderoj që erdhe. Do flasim sot për një temë që besoj se na prek të gjithëve. Sa ndikojnë sëmundjet mendore në rrezikun shoqëror? Pra, nëse një person vuan nga sëmundje mendore, ku fillon sëmundja dhe mbaron dhe ku fillon krimi pastaj? Me thënë se shpesh herë në kronika ne shohim që ai ishte me sëmundje mendore dhe ndërkohë mund të ketë bërë një krim shumë të rëndë. Kemi rastin e pedofilisë. A është pedofilia një sëmundje mendore? Apo është thjesht justifikim që përdoret? Së pari të falenderoj për ftesën, për gjithë mesazhet ndërgjegjësuese, sensibilizuese për temat që përzgjedh dhe për një zë jo pak i fortë, siç është së fundmi goxha trend podcasti që realisht ka një ndikim shumë të mirë. Faleminderit. Sëmundjet mendore klasifikohen dhe ndahen në mënyrë shumë të specializuar në DSM-5, e cila e klasifikon në mënyrë shumë specifike se cilat janë problemet e shëndetit mendor që sjellin problemet te vetë individi, te mjedisi familjar, po dhe te komuniteti. Pa diskutim që ne i ndajmë në dy kategori të mëdha, neurozat dhe psikozat. Kryesisht, neurozat janë ato problematika të cilat sjellin një keq funksion të jetës së tyre dhe që janë, le të themi, një dëm për veten e tyre. Ose shumëta që mund të dëmtojnë është cilësinë e jetës së tyre, po jo vetëm cilësinë e jetës së tyre. Që do të thotë depresioni apo anksi kryesisht e ul produktivitetin në gjërat e përditshme. Pra që hyn kryesisht te neurozat, që po thoya pak më parë. Ndërkohë problemet të rënda psikotike, që hyn skizofrenia apo çrregullimet të rënda të personalitetit apo pedofilia, siç edhe përmendte, hyn kryesisht tek psikozat. Dhe këto nuk janë vetëm predispozit për të bërë ndonjë krim të mundshëm, por janë bërë dhe janë vërtetuar sipas vlerësimeve klinike apo vlerësimeve në gjykata të cilat kanë pasur probleme apo çrregullime të shëndetit mendor. Klasifikimi dhe diagnostikimi i hershëm është një mënyrë shumë e mirë për të parandaluar. Pra, sa më herët ti evidentojmë dhe ti diagnostikojmë për të bërë intervenimin apo për të aplikuar një metodë, qoftë me psikoterapi, qoftë me psikofarmakologji, qoftë me hospitalizim, apo qoftë me përfshirje në familje dhe komunitet, apo nëse nuk evidentohen në kohë, ka një predispozit më të lartë për të kryer krime, por jo domosdoshmërisht. Dhe nuk duhet që të shikohet edhe si stigmë. Sepse është një tamam çrregullim sëmundje. Ndoshta nëse nuk do e kishte këtë gjë, nuk do ta bënte. Nuk do e bënte, sepse ne ngrem një pikpyetje që jo për të justifikuar, por më shumë për të analizuar. Ngrem një pikpyetje që pse nuk bëjmë dhe ne të njëjtat vepra, të njëjtat krime, që do të thotë ka një keq funksion neurozhvillimor, neurobiologjik. Valentina, ju thoni që këto duhet kapen herët si sëmundje, duhet identifikohen herët, kurohen dhe t'i nënshtrohen atyre ekzaminimeve përkatëse. Por çfarë shenja është për shembull ka pedofilia? Si ta kuptojmë neve që
mos na ndost kur në familje kemi një pedofil. Është skandal. Si ta kuptojmë se shpëtojmë veten, shoqërinë dhe komunitetin? Është e vërtet. Ka shenja të saktuara? Është patjetër, është çrregullimet në fakt janë më të vështira për të evidentuar. Jona sepse këto persona me këtë çrregullim kanë tendencë të jenë shumë të ëmbël, shumë social, shumë të afërt, shumë të gatshëm për të ndihmuar. Dhe këtë e kanë një metodë, një mënyrë manipulimi se si ta bëjnë, le të themi, fëmijën për ta bërë më miqësor raportin mes tyre, të cilën ta kenë më të lehtë, le të themi, pastaj, po, ta kenë më të lehtë për të fituar besimin e fëmijës, po jo vetëm të fëmijës, po dhe të rrethit familjar. Pra në të gjitha studimet nuk thuhet që kryesisht incestet apo abuzimet janë shumë të largët. Rrallë ndodh, të jenë njerëz që nuk të njohin fare. Kryesisht janë rrethi familjar, rreth jo domosdoshmërisht genetika, pjesë të fisit, le të themi, apo të familjes, po kryesisht janë rreth i njohur. Kryesisht janë nëpër institucionet ku ne i çojmë për të marrë një kurs, një shkollim, një specializim, apo për të bërë një aktivitet fizik, apo diçka që ka të bëjë me fëmijën shumë pranë. Asnjëherë ose rrallëherë për mos t'i konkluduar dhe le të themi lënë mundësitë fare të hapura, po rrallë mund të ndodhë që është një totalisht i panjohur që afrohet fëmijëve. E kuptoj. Do të thënë, një nga shenjat e këtyre është që tregojnë shumë social dhe shumë të dashur. Jo vetëm. Pra, ka dhe faktorë të tjerë. Për shembull, kanë një tendencë të flasin me një gjuhë përtej moshës kalendarike, me terma që nëse fëmia është 8 vjeç dhe i thot disa terma që nuk përshtaten me moshën e fëmijës dhe nuk është ai personi përgjegjës që duhet ja mësoj fëmijës disa gjëra në lidhje me intimitetin, pra është në shenjë tjetër alarmi. Një tjetër këmban është kontakti i afërt ose mënyra se si e prek, çfarë shpreh me të, si sillet, ose ku ka dëshirë të qëndrojë me të. Për shembull, nëse e fton fëmijën të shkojë diku vetëm me të, por jo domosdoshmërisht që mos të bëhemi paranojak, është një shenjë alarmi. Pra janë disa mesazhe, janë disa gjeste që këta njerëz preferojnë të jenë më vete dhe në mënyrë që të kenë atë comfort zonën për të manipuluar më lehtë fëmijën, sepse dhe qasin ndaj moshës e kanë kryesisht deri në moshën e pubertetit ose në adoleshencën e hershme, sepse kur janë në një moshë pak më të vonë, janë më të përgjegjshëm dhe fizikisht më të mëdhenj dhe dinë të vetë mbrohen më mirë. Pikërisht do flasim për këtë mënyrën se si ti mësojmë ne fëmijët, ne prindrit, si ti mësojmë fëmijët që ti përballojnë, domethënë ti shmangen këtyre njerëzve, ti japin atë përgjigjen që duhet dhënë ose të vinë të na sinjalizojnë neve si prindër. Si mund t'ia shpjegojmë sepse fëmijët jo gjitha gjërat i kuptojnë. Si mund të futemi në atë psikologjinë e fëmijës për t'ia shpjeguar me fjalë të thjeshta? Ka një sër metodologjisht dhe strategjisht se si ne t'jemi me fëmijën kryesisht. Që do të thotë, do t'jemi prezent në mënyrë të vazhdueshme me fëmijën, që të kuptojmë gjitha emocionet e fëmijëve. Prindërim është një term shumë i madh, që përgjegjësisht shumë e madhe, dhe është një metodë kaq e komplikuar sa që nuk ka, le të themi, një përkufizim të vetëm. Prindërim do të thotë çdo hap, çdo emocion, çdo ndjesi, çdo lëvizje, çdo mos lëvizje, çdo reagim, çdo mos reagim i fëmijës të merret në konsiderat. Një nga gjërat më të rëndësishme është të jemi prezent në jetën e tyre, në jetën e përditshme. Çfarë ndodhi, ta ftojmë të flasi për ditën, ta ftojmë të flasi për gjërat që ndihet ose nuk ndihem mirë. Ta shikojmë se për çfarë nuk flet zakonisht fëmia. Ta pyesim për gjërat, ku diun çfarë kanë mërzitur, çfarë kanë trishtuar, çfarë kanë trembur. Në kontekstin kulturor ne për fat të mirë e ruajmë ende këtë empatinë, dashamirësinë me rrethin miqësor, me ku diun që te lagje që kur dalin fëmijët janë miqësor me komshit, dhe kjo është pozitive deri diku. Por ajo çfarë unë do ftoja prindrit që të jenë pak më vëzhgues, është kur
ne kulturalisht, qëllimin e kemi shumë të mirë që ti themi shko përqafoj pak teta, shko përqafoj pak xhaxhin. Që të puthi teta se të solli çokoladë ose. Do të thonë, nëse ne ja imponojmë dhe fëmia në gjuhën jo verbale po të jep një mesazh që nuk ka dëshirë. Tregon që është selektive, nuk do të thotë që kjo teta apo ky xhaxhi ka një gjë që nuk shkon. Thjesht fëmia është selektiv dhe ka ngritur sa mekanizma dhe do kohën e vet për t'i filtruar personat që do të zgjidhë afër vetes. Ndërkohë ka dhe fëmijë që janë e kundërta, që janë shumë social dhe përqafojnë direkt, po. Për shembull ndodh që më thon prindër, "Ore ky vajza ime, ky djali im i takon të gjithë, i përqafon të gjithë." Në fakt kjo është pozitive. Por varet çfarë moshe është, varet kë përqafon dhe prindi do të jetë një vëzhgues, do të jetë monitorues. Absolutisht nuk duhet të përgjithsojmë, por duhet të jemi të vëmendshëm, duhet të shikojmë sinjalet e fëmijës si na sjell fëmia. Për shembull, nëse një fëmijë shkëputet, rrimën vete, është i friksuar, fillon të ketë probleme me gjumin, probleme me ushqyerjen, mungesë dëshire të shkojë në shkollë apo në kurset që dikur shkonte më me qejf, ose dikur e ka pasur shumë xhana të tetën apo të xhaxhin, po tani nuk i ka më xhan dhe tregon një rebelim ose një mungesë dëshire për ta ritakuar. Atëherë këto janë këmbana alarmi, jo domosdoshmërisht duhet të shkojmë në konkluzione, po janë këmbana alarmi që fëmia po na jep disa sinjale. Dhe këto sinjale janë të parit prindrit. Të parit janë prindrit. Pastaj të dytët janë personat të tipit mund të jetë në çerdhe, mund të jetë në kopësh, mund të jetë në shkollë, persona që rinë në jetën e përditshme shumor, edukatore, zysha kujdestare, stafet psikosociale, të gjithë këto persona që janë pranë fëmijëve i vëzhgojnë dhe i kuptojnë sjelljet. Përse gjithë klasa doli në pushimin e gjatë, tek ai pushimi argëtues, dhe kjo vajzë apo ky djali nuk u përfshi, çfarë po ndodh me këtë? Ta vëzhgojnë, ta pyesin, ta shikojnë sa i rregullt është, a është veshur mirë, a mbahet pastër, a është izoluar, a mban kontakt me sy, a flet qetë, a flet këndshëm, apo flet i friksuar, apo sillet i friksuar. Pra janë një sër simptomash, një sër sinjalesh që fëmijët i japin me mënyrën e tyre. Thjesht ne do të jemi pak vëzhgues dhe monitorues më të mirë. Po. Faktikisht sot prindrit nuk kanë kohë dhe aq shumë sa ti kapin gjitha këto sinjalet, sepse fëmijët nga shkolla në after school, nga after school një kurs tjetër ose një sport edhe pastaj në shtëpi në gjumë, nesër me në njëjta gjë dhe po largohen shumë prindrit nga prindërimi dhe nga fëmijët. Neve flasim për kryeqendrat, në fakt flasim për Tiranën, flasim për qytetet e mëdha, por në fakt në fshatra duket dhe në qytetet zona më të thella duket sikur funksionon pak më ndryshe. Gjejmë her pas here lajme që shumë fëmijë janë të ekspozuar më tepër se sa qytetet, fëmijët në qytete. Për këto, çfarë masash merren ose si duhet, ne si shoqëri çfarë duhet bëjmë që në një lloj forme dhe t'i parandalojmë këto raste. Se nëse në qytet për shembull ti në lagje shikon dikë që nuk të pëlqen sjellja e tij, sigurisht që ti e bën problem edhe mbron dhe fëmijën tënd edhe fëmijët e tjerë, se zëri sikur dëgjohet më tepër, institucionet janë këtu, duan do veprojnë sepse bëhet gjëja mediatike dhe pastaj merr lajme dhën, po në fshatra shumë ngurtësi, shumë heshtje dhe gjëra të ndodhin atje. Vetëm kur plasin skandalet, i dëgjojmë ne pastaj dhe themi po si ka mundësi. Shumë e vërtet, sepse ajo që unë shpreh pak më parë që ne kulturalisht jemi mësuar tek rrethi jon ose tek komshiu i afërti dhe në përfshatra që mund të ndodhin shumë pak shtëpi, ata janë rritur dhe njihen shumë mirë. Kryesisht janë grupet që konsiderojnë vulnerabël, që do të thotë mund të jetë një fëmijë ose mund të ketë një rinprind me probleme të shëndetit mendor dhe ky mund të jetë një probabilitet i lartë për të qenë viktim e ndonjë abuzimi të mundshëm sepse nuk ka një figurë autoritare që të jetë protektive ndaj atij të mitur ose të miture. Patjetër që është si të thuash thik me dy presa i themi ne.
gjuhë popullore që nga njëra anë janë më të afërt dhe rriten si një familje në këto fshatrat e vogla, po nga ana tjetër edhe rreziku është më i madh sepse konsiderohen që e kam lënë tek shtëpia e filanes, themi ne, apo e kam të sigurt se lëm me komshien apo komshiun. Këto thashe, përmenda pak më parë që mos të duket sikur po zhbëjmë një gjë që e kemi shumë të bukur kulturalisht, të qenit të lidhur me njëri tjetrin. Po, por thjesht duhet pasur një vigjilencë më të lartë. Dhe unë mendoj që institucionet në çdo cep të Shqipërisë në dijenin time kanë stafe psikosociale. Nuk jam në dijeni të detajuar, po me sa di ka çdo shkollë minimalisht ka një psikolog dhe një punonjës social. Që të thotë, edhe nëse ndodh që t'i shptoj nga syri apo nga vëzhgimi analitik i një prindi, stafet psikosociale, mësuesit janë në kontakt të përditshëm me këta fëmijë. Që do të thotë, duke qenë se prapë është kjo ana e mirë që nuk janë 40 fëmijë apo 30 fëmijë apo 20 fëmijë në një klasë, po mund të jenë pak fëmijë. Dhe bie në sy. Është evidentueshme. Është fëmia i fshatit apo i lagjes tënd. Dhe ti e ke parë që para një jave apo para një muaji ka qenë më solar, më i çiltër, më i sjellshëm, më ku di unë, më çapkënd, siç i themi ne në gjuhë popullore, dhe tani ti e shikon një fëmijë komplet të tërhequr, një fëmijë të pakujdesur, një fëmijë që vjen pa dëshirë më në shkollë, që nuk del më te kjo pushimi i gjatë për të luajtur. Ka diçka, është një sinjal. Pra, nëse nuk është familja në raste më të keq, sepse unë mendoj që primar duhet të jetë familja që duhet të jetë monitoruesi në mënyrë absolute. Unë mendoj që çdo gjë të nisi nga familja, jo vetëm familja, po të jetë primare, themelore familja për fëmijën. Kush më mirë se sa vetë e njeh fëmijën. Absolutisht. Po dhe nëse jo prindrit, motra ose vllai më i madh janë më edhe ata më të mëdhenj janë pak më fëzhgues. Mbaj mend unë për të spionuar kanë qenë të parët ata. Ato që i kemi më të mëdhenj, kështu që të shohin dhe ata vëllezërit dhe motrat më të vegjël, mos t'u lënë gjithë barrën edhe prindërve se mirë, sëmundje të tjera mendore, të cilat janë rrezik për shoqërinë. Përmendëm të parën pedofilin, duke qenë se edhe lajmet e fundit e këto, por jo të tjerat besoj se kanë po të njëjtën rrezikshmëri edhe për shembull arroganca ose kjo agresiviteti i njerëzve nuk vjen nga hiçi kanë përshtypjen, ka të bëjë nga mënyra se si rriten. Lë kjo pasoja për shembull të traumat e fëmijërisë na bëjnë agresiv më kur rritemi. Patjetër, janë disa çrregullime apo sëmundje të shëndetit mendor që rrisin riskun, pra janë faktor risku, po domosdoshmërisht shkojnë në krim, por që për shkak të problemeve, dëmtimeve në zona të caktuara të trurit, mund të jenë probabël që një indikator mund t'i bëjë që të reagojnë me agresivitet, madje deri në dhunë. Për shembull, skizofrenia është një nga ato sëmundje të cilat mund të ketë halucinacione apo deluzione dhe Jona nuk e shikon si Jona, por e shikon si një figurë riskuese, apo dëgjon disa zëra të cilat i thonë që Jona apo Valentina mund të dëmtojnë ty, kështu që ti duhet të mbrohesh. Dhe sa po kalon kriza, këta e kuptojnë që kanë bërë një krim të caktuar. Këto kryesisht janë rastet ku nuk marrin mjekim ose terapi. Pra janë rastet kryesisht që se ndodh që një pjesë e mirë e shëndetit e problemeve shëndetit mendor, edhe kur evidentohen, nuk është lehtë të qëndrojnë terapisë dhe nuk marrin terapi. Terapi me psikofarmakologji, me hospitalizim apo me psikoterapi, në rastin më të mirë do ishte kombinim perfekt. Por këta refuzojnë, sepse këta mund ta bëjnë dhe familjarën e tyre rreth vicioz, që mos është ajo që e kanë dërguar ai, që po më thotë këto zërat, pra janë probleme të tilla që janë shumë sensitive dhe duan një trajtim adekuat. Me këta njerëz, Valentina, kemi neve për shembull një spital ose diku ku i mbledhim, se unë shoh njerëz që flasin me vete rrugës. Po, për fat keq, edhe ky është një fenomen global në kuptimin që dhe mos mbas pandemisë, domethënë e kanë. Po, dhe patjetër që por është ajo që po thoja, që këta refuzojnë të marrin trajtim. Pra refuzojnë edhe nga familja,
edhe nga hospitalizimi, ose i hospitalizojnë disa kohë dhe deri në një fazë përmirësimi dhe u japin mjekim që të ndiqen në familje ose nga qendrat kombëtare shëndetit mendor. Ata nuk janë bashkëpunues. Që do të thotë kur ti nuk je bashkëpunues dhe shikon të gjithë këta si faktor risku, refuzon të marrësh mjekimin dhe mjekimi këta i mban stabil, i trajton, i përmirëson goxha urrit cilësinë e jetës. Ka shumë individ që mos i bëjmë të stigmatizuar, ka shumë individ që me diagnozat bashkëshoqërojnë gjithë jetën dhe ja dalin me sukses. Patjetër. Nuk është e thënë që, por vetëm duhet një trajtim adekuat, afatgjat, këmbgulje, rreti familjar, rreti shoqëror të qëndroj pranë dhe ti shoqëroj apo të gjej mënyra që ti çoj tek mjeku psikiatër, tek psikologu, dhe të marrin mjekimin e dur në mënyrë të vazhdueshme. Valentina, gjatë kohës që ti po flisje, më kujtua një rast para një viti e pak, unë punoja në televizion, edhe më merr një djalë në telefon dhe më thot ishte 30 vjeç. S'po e them qytetin nga ishte. Edhe më thot më bëj diçka, tha, të lutem më ndihmosha, unë e gjeta numrin tënd rastësisht. Dhe dua të më ndihmosh sepse unë tha kam zëra, edhe dua më detyrojnë që të hidhem nga kati i 10. Ai kishte një fëmijë të mitur, nuk më lën thas të punoj, tha unë dua të jetoj për djalin. Dhe mendova, thash kur njeriu mendon se është mirë, thot jam mirë. Pa ti është i kesh frikën. Aty që thot jam mirë. Se ata që janë smur dhe e thon ata janë vërtet dhe ai ishte në gjendje ta kuptonte smundjen e tij. Sigurisht që njoftova në drejtorinë përkatëse, ata e morën, i çuan një ekip të specializuar, e morën dhe çuan në psikiatrinë e Vlorës. Dhe mbas 2 javë ky person më shkruan, shumë faleminderit, thonë tani po kurohem dhe jam mirë. Do të thënë ai ishte shumë i hapur, i dinte se çfarë kishte identifikuar problemin dhe donte shërim. Do të thënë ne për këta njerëz, ky rasti më vërtetoi që ne kemi kapacitete. Patjetër, po. Ti mbrojmë edhe ti kurojmë këta njerëz, ndoshta me ilaçe për një kohë të gjatë, po çfarë ka, gjithë me ilaçe janë sot. Patjetër, e rëndësishme është të përmirësohet dhe të trajtohet. Po, isha shumë mirë, domethënë dhe unë ndjeva shumë mirë sepse mendova kështu sikur u shpëtua një jetë. Dhe vërtet, dhe vërtet mendoj që dhe jo vetëm. Po, se kishte dhe familjen, patjetër. Domethënë ne për këto raste, specifikisht në çdo qytet të vendit, a mund të referojmë të afërmit tanë, se për shembull për momentin mund të duke ta dëgjuar një nën që ka një fëmijë probleme mendore. E din që e ka. Si mund të shkojë kjo nën dhe të marrë një ndihmë në një spital përkatës? Në qytete edhe në qendra rajonale ka, domethënë, stafe të dedikuara. Pra çdo drejtori rajonale ka punojës social, psikolog, shkolla dhe mund t'i drejtohen nëpërmjet kësaj rruge që të bëjnë një vlerësim paraprak dhe që të referohen në vende më të specializuara. Për shembull, çfarë janë afër Vlorës, po themi Fieri, Lushnja, mund t'i drejtohen për tek spitali, por pavarësisht spitali ka disa qendra komunitare apo qendra sociale të cilat bëjnë disa vlerësime paraprake dhe pastaj bëhet referimi i rastit. Një gjë më iniciove dhe më solli në mendje që kur vinë individ të caktuar që kërkojnë terapi dhe vlerësim në klinik, dhe ndodh që mund të shpërthejnë të qajnë që në konsultën e parë, sepse janë shumë, domethënë, të ngarkuar dhe të lodhur psikologjikisht dhe jo vetëm. Dhe më thonë që shikon, ndje se nuk ishte ky qëllimi që të qaje kështu dhe unë që i them, je në vendin e dur, madje të qash te psikologu të mban shumë larg me mjekun psikiatër, sepse të parandalosh është më mirë se sa të trajtosh, po të trajtosh është më mirë se sa të përfundosh edhe më keq. Pra që mund të ndodhi që të humbësh komplet koshiencën dhe të ulet komplet vigjilenca në lobin prefrontal, të cilët ti nuk je më përgjegjëse fare se çfarë po ndodh dhe çfarë po bën. Por në raste të tilla është shumë herë më mirë që ta evidentosh. Dhe prap një nga dilemat që një nga pikpyetjet që më bëhet shpesh është që jam shumë smur, mos jam shumë rënd. Jam keq, jam rënd dhe unë i them shkollë, zakonisht që ja bëjnë këtë pyetje vetes, janë më të shëndetshme sepse evidentojnë. Ata që thonë jam mirë aty. E përfshin ose e përjashtojnë fare problemin e shëndetit mendor që thonë unë kur s'ka shanse,
Atyre është frikë. Është për të patur në konsiderat, po juve që keni këto dilemat, kam qenë mirë para një muaj, po sot nuk jam mirë, kjo është okej, sepse ti e ke shkallën e vigjilencës dhe të analizës për të kuptuar që tashmë je pak më i ngarkuar se sa ishe para një muaji apo para një viti. Dhe kjo tregon një aftësi shumë të mirë kognitive ta perceptoj dhe t'i bëj parapri riskut. Me që jemi këtu të këto të qarat, ka ndryshuar koncepti të qarave. Kohët e fundit kam parë dhe meshkuj duke qarë. E dhe burrat nuk qajnë, po duhet lirohen. Pra e qara është që ti lirohesh nga ai, thonë za ngërçi emocional. E qara është një nga format më të mira për të shliruar dhe për të lehtësuar gjendjen e trishtimit, që mund të ketë çdo njeri në një moment të caktuar të jetës. Vetëm se qara ka një, le të themi, si çdo gjë që ka një limit, dhe qara ka një limit. Pra nëse ka njerëz që për 2 javë rresht janë non-stop të trishtuar, apo për një muaj non-stop të plogësh të trishtuar, e shkojnë botën e errët, vetëm qajnë, nuk i kthehen më rutinës etj, aty është për të marrë në konsideratë, mos është në një gjendje depresive apo në një depresion i mundshëm. Por nëse qanë mbas një situate që të ka ngarkuar dhe të kujtojë një gjë e dhimbshme, kjo është gjë më normale dhe më e mirë. Kulturalisht është parë që burrat nuk qajnë, çunat nuk qajnë. Harrojnë që është një qenie njerëzore që ka shpirt, ka zemër dhe ka ndjenja. Pavarësisht se mund të jenë pak më rezilient se ne vajzat. Ne jemi pak më të ndjeshme dhe biologjikisht, por kjo s'do të thotë që duhet i frustrojmë emocionet. Neve për fat të mirë këtu në shoqërinë tonë nuk i kemi shumë të përhapur këto fenomene, por kemi parë filma, dim edhe realitetet që ndodhin në vendet huaja, kryesisht në Amerikën e Madhe dhe aq të ndërruar. Kemi dëgjuar për killera serial, kemi dëgjuar për vrasës, më erdhi në mendje tani që po strukturoja me mend pyetjen, atë rastin që ndodhi për shembull ku ishte në Amerikë me atë vajzën nga Ukraina, i kishte ikur luftës, dhe gjithë e kemi parë atë videon. Domethënë, sigurisht që aty ka ai vrasësi ka një probleme ndorë se nuk vritet njeriu ashtu dhe shumë e çuditshme. Nga buron gjithë kjo urrëtie brenda këtyre njerëzve? Domethënë, është skizofreni kjo apo çfarë? Se nuk ka besoj njëri dëshirë të vrasë tjetrin, thjesht për ta vrarë. Zakonisht në raste të tilla bëhet një vlerësim i mirëfillti i autorit që kryen këtë vepër penale, dhe madje vlerësimi nis në mënyrë të detajuar që nga familja. Çfarë prindërish ka patur, pra këta ekspertët që verifikojnë dhe merren me dosjen më vonë, jam e sigurt që i hyn në mënyrë shumë të analizuar. Si kanë qenë prindrit me djalin, si ka qenë fëmijëria e hershme e fëmijës, çfarë ka ndodhur në jetën e tij, a ka pasur probleme të shëndetit mendor, a ka pasur probleme të shëndetit fizik, si ka qenë ecuria në shkollë, a ka pasur një proces verbal apo ndonjë paralajmërim për përjashtim në shkolla dhe për çfarë ka patur. Pra si ka qenë ai? Merren në intervistë të gjithë individët që kanë qenë pjesë e rrethit të tij më të ngushtë dhe jo vetëm. Aty bëhet një vlerësim i detajuar dhe shikohet se cilat janë burimet kryesisht. Janë disa faktorë që çojnë në një vepër kaq të rëndë penale, që mund të jenë faktor gjenetik, pra mund të jetë një nga prindrit ose jo vetëm me probleme të rënda të shëndetit mendor, mund të jenë substancat, mund të jetë alkooli, mund të jenë traumat në fëmijërinë e hershme, prej familjes ndoshta, prej shoqërisë në shkollë, prej mjedisit. Këto janë faktorët më të fortë që një individ e çojnë drejt një akti ekstrem. Kryesisht traumat më të vështira janë për tu evidentuar janë traumat që ne konsiderojmë me të vogël. Pse janë më të vështira? Nëse ne kemi një individ me çrregullimin e spektrit të autizmit apo një fëmijë me ADHD, është më lehtësisht për tu evidentuar. Po nëse ne kemi në klasë një fëmijë që po bullizohet në mënyrë të vazhdueshme, është më e vështirë për tu evidentuar kryesisht nga një sy i lirë, se një ekspert e vërteton. Dhe akumulimi për një kohë të gjatë
të ngjarjeve dhe përjetimeve të forta mund të çojë, duke bashkuar dhe faktorëve të tjerë që u përmenda pak më parë, mund të çojë në një akt ekstrem. Jo domosdoshmërisht, sepse nuk mund të themi që çdo fëmijë që është bullizuar shkon në një akt ekstrem, po të marrim disa shembuj. Në shkolla, kryesisht, siç e përmendë edhe për te Atlantikut, shkon një fëmijë që ka qenë në X shkollë, filan vend dhe janë bërë një sër padrejtësisht. Dhe aty e ka triggerin, aty ka të akumuluar të gjithë zemërimin. Dhe aty e shkarkon. Pra, e ka të ullët aktivitetin prefrontal për ta adaptuar shumë mirë këtë lloj traume dhe këtë lloj përjetimi dhe ka ngelur dhe shkalla e riskut. Pra, është një zonë përgjegjëse në tru, është amigdala që aktivizon anën emocionale, që kryesisht është zemërimi, që nuk e ka elaboruar dhe nuk e ka ezauruar në kohën që ishte gjatë përjetimit traumatik. Kjo gjë e bën më të vështirë dhe mund ta çojë drejt një akti ekstrem. Rastet janë të shumta, në fakt, po pasojat edhe më të rënda tek shoqëria. Neve në Shqipëri jemi mirë. Duhet të ngushëllojmë me ato që dëgjojmë nga jashtë vendit. Mekanizmat e parandalimit në Shqipëri, më specifikisht, ne I përmendëm pak më parë, por më specifikisht, cilat janë mekanizmat që ndiqen në vendin tonë? E para duhet vi edhe njërë nga familja. Po, do të vetëm familja edhe shoqëria. E para duhet vi nga familja. Një prind, ti përmende pak më herët me të drejtë që familja tani është shumë e ngarkuar, shumë I zënë, fëmijën për të mirën e tij e çon në shumë kurse, por është aty e shoqëron nga njëri kurs në tjetër. Dhe vitet e para të fëmijërisë e bëjnë tamam ndërtimin e një kështjelle të shëndetshme psikoemocionale. Prezenca e prindrit, siguria e prindrit, monitorimi I prindrit dhe qasja bashkëudhëtare e prindit është themeli I një fëmije të shëndetshme. Pastaj, më vonë, ka një sër le themi institucionesh. Unë përmenda edhe pak që në çerdhe dhe kopësht, që në shkollë, pastaj edhe në shkollë. Shumë pyetje më vijnë çfarë mund t'i kuptoj unë një fëmijë në çerdhe. Kur ti e çon çdo ditë në çerdhe, edhe kur fëmia dhe mbas një muaji shkon pa dëshirë në këtë çerdhe. Po, vazhdon e qan, se javën e parë sigurt që do qaj. Është një trigger. Nuk po them domosdoshmërisht. Ka gjëra që nuk shkojnë mirë, por që po shkojnë keq, por është një trigger. Kur fëmia është 1 vjeç e gjysmë, ai fillon luan, përpiqet që ta kaloj kohën duke ndërtuar raporte sociale, ai sa mund të ndërtojë një fëmijë që sapo është ngritur në këmbë, eksploron një vend të ri, por kur fëmia dhe mbas një muaji vazhdon të jetë po në këtë tension dhe shkëputjen me prindin e ka shumë të vështirë, ka një gjë që nuk shkon. Pra ja ku bë evidentimi I parë dhe psikologja e çerdhes dhe e kopshtit, me njëherë bën një raport, bën një vlerësim, bën një monitorim. Çfarë problemi mund të ketë me fëmijën, çfarë nuk po shkon mirë, mund të jetë një fëmijë që ka një problem dhe fizik. Pra normalisht mund mos ndihet mirë, e referon te pediatri, sipas evidentimit të nevojës që mund të verifikojë tek I mituri. Po që gjithmonë ka një sy vëzhgues që duhet parë të gjitha sjellit. Të gjitha, jo vetëm reagimet e fëmijëve, po dhe mos reagimet. E kam shumë merak ta theksoj këtë gjë. Pra, nëse kemi një fëmijë në dukje të çiltër, të hedhur, çapkën apo trazovaç, siç e quajmë në kontekstin ton popullor apo social, është dhe ai fëmia që ri shumë I ndrojtur, pra mos reagimi në këtë rast është një alarm, është një këmban alarmi. Duhet parë, pse ri tërkon I ndrojtur? Çfarë ka që nuk del të luajë me shokët? Pse nuk flet? Pse kur unë I përmend emrin për të folur për mësimin, skuqe dhe ka vështirësi në të shprehur. Pra duhet evidentuar. Ka emocione, ka frikëra. Ku burojnë këto emocione? Nga se? Sepse I bie që është një frikë, është një pasiguri kur tërkon është I tërhequr. Ka një sër faktorësh që duhen zbuluar dhe duhen mbështetur dhe duhen referuar. Me qemi të fëmijët në spektrin e autizmit.
edhe ajo që ndonjëherë më vjen mirë mua është që prindrit nuk i penalizojnë, nuk i lënë pa shkollë, i çojnë të socializohen në nëntëvjeçare, në gjimnaze, në shkolla publike, jo vetëm private. Ne kemi kapacitete për t'i trajtuar fëmijët me spektrin e autizmit sot, se di që para disa kohësh ka pasur shumë hapësira, por sot që flasim, se dhe kam parë fëmijë edhe në gjimnaze për shembull, kam parë të rinj që janë dhe e disa mirë priten nga shokët e klasës, për ne thënë sa mirë që neve jemi në shoqëri me këtë nivel empatie, nuk është se i tallin, nuk ashtu thjesht i bëjnë shok, e bëjnë bashk, luajnë bashk. Në disa shkolla, edhe publike edhe private, më ka lidhur puna dhe kam parë që edhe pse janë pak ndryshe nga të tjerët, prap fëmijët e tjerë edhe të rinjt e tjerë i afrojnë dhe nuk i bullizojnë më. A kemi neve struktura sot për t'i trajtuar fëmijët? A kemi atë mësuesin special që duhet jetë aty? Një pyetje shumë e bukur, Jona. Ne të gjithë strukturat në përgjithësi i kemi. Është mësuesi special, janë qendra sociale, ka qendra që bëjnë trajtime të caktuara, ka dhe qendra të tjera të specializuara të cilat shkojnë bëjnë terapi në varësi të problemit neurozhvillimor që fëmia ka, sepse nuk kemi vetëm fëmijë me autizëm, ka fëmijë që kanë një sër fëmijë me probleme të rregullimit të sjelljes, me ADHD, me sindromin Down etj. Pra ka një strukturë goxha shumë herë më të mirë se sa më përpara. Më përpara klasifikoheshin në 2-3 le të themi çrregullimet më të shpeshta. Kurse tani klasifikohen më mirë, bëhen raporte, bëhen vlerësime multidisiplinare, që bëhet një ekip i mirëfillt, mjek psikiatër i zhvillimit, logoped, psikolog, psikoterapist, bëhen të gjithë së bashku për të ngritur një raport të mirëfillt të këtij fëmije për të parë se cilat janë le të themi çrregullimet apo problematikat apo disavantazhet apo le të themi lobet ku duhet të ndërhyjnë. Pra nëse kemi të bëjmë me një problem të çrregullimit të sjelljes, duhet të ndërhyjmë më shumë te sjellja. Duhet të ndërhyjmë nëse kemi një çrregullim apo një vonesë në të folur apo një problematik në disleksi, diskalkuli etj. Hyn psikologu i specializuar për trajtimin e fëmijëve me nevoja të veçanta, të cilët është terapisti ABA, terapisti cognitive behavior terapi CBT që i quajmë neve. Nëse ka probleme të folur është logopedi, nëse ka probleme që hyn nevojat psikiatrike është psikiatri i zhvillimit. Ka një strukturë të mirëfillt që ka dhe në institucione shtetërore, por ka dhe disa qendra që i fondacione apo qendra që kanë hapur vetë individët për këto raste. Sado specialistët janë aty, edhe sigurisht që bëjmë punën në mënyrën më të mirë të mundshme, unë mendoj që vetëm ajo mirësjellja dhe dashuria me të cilën i trajtojnë moshatarët e tyre, bashkëmoshatarët, ata atyre fëmijëve u bën shumë mirë. Dhe nuk mendoj se këtu ka vend për rrezik. Do të thënë deri dje ne nuk dinim dhe shpesh herë edhe në mënyrë shumë të padrejtë edhe mund të gjykonin edhe mund të Po janë më të ndërgjegjësuar. Por tani janë ndërgjegjësuar dhe sigurisht që ne kemi ende këtë vlerë e mbartim këtë që jemi shumë të dashur, madje jemi shumë më të ndjeshëm kur ka një situatë e caktuar dhe jemi se të gjithë alert për të qëndruar pranë. Dhe kjo është një vlerë që shoqëria jone ka të pazëvendësueshme. Në asnjë vend nuk tipik ballkanas. Pra është shumë pozitive kjo gjë dhe pikërisht kjo gjë u bën shumë mirë. Jo vetëm fëmijëve me nevoja ndryshe, sepse ne konsiderojmë fëmijë me nevoja ndryshe, kanë ca nevoja ndryshe. Pra janë fëmijë, por thjesht kanë ca nevoja ndryshe. Në parim të gjithë kemi nevoja ndryshe. Po, absolutisht. Që do të thotë le të rrim, le të socializohemi, le të ndërveprojmë, nëse një gjë është pikë e fortë për ty, mund mos jetë për mua ose anasjelltes. Të gjithë kemi nevoja specifike ndryshe. Valentina, ne folëm pak më parë për pedofilin. Kjo lloj fenomeni lë pasoja tek ai fëmia, por që më vonë ai fëmia rritet. Dhe mbas disa vitesh në eksperiencën tënde, a vin edhe kërkojnë ndihmë tek një ndihmë specializuar këta njerëz për ato traumat që kanë pasur? Ndoshta janë biseda që nuk mund t'i bëjnë dot me çdo kënd. Nëse të lejohet ose
ose nëse na dëgjon dikush që e ka përjetuar këtë dhe do po ose jo të shkojë te psikologu, të konsultohet dhe të flasë në lidhje me këtë që ka kaluar, a ja këshillon dikujt këtë ta bëj? Nëse nuk e ka bërë dikur dhe nëse nuk ka folur ndonjëherë, që kryesisht këto persona, këto individ nuk parazitin të flasin, sepse mendojnë nëse unë do t'i tregoj familjes, familja mund të bëj diçka të keqe dhe nëse unë do tregoj ndoshta abuzuesit, mund ta ketë kërcënuar që të bëj diçka familjes së vet. Dhe mund të ndodhi që këto trauma betonizohen në subkonsciencën e tyre dhe në konsciencën e tyre dhe në gjendjen e tyre shpirtërore, jo vetëm psikologjike. Mund të ndodhi që ndër vite mund mos i kem folur, por gabor më te thot trupi nuk haron, edhe nëse kujtesa nuk është aktive, sepse mund të ndodhi që mund të jetë të abuzuar 2-3 vjeç, 5 vjeç, dhe si mekanizëm mbrojtës, haresa mund të vijë te këto persona. Por trupi manifeston disa simptoma. Për shembull, unë kam pasur raste në terapi që kanë ardhur me çrregullime të gjumit, me çrregullime të ankthit dhe atakeve të panikut. Patjetër që ka një indicje, ka një faktor që në fillim ata thonë, po unë kam kaluar ngjarje të tjera shumë më të rënda dhe si ka mundësi që kjo ngjarje tani më sill mua ankth. Dhe çuditën me veten e tyre që i kanë mbijetuar një gjë shumë më të madhe dhe i shkaktoi një trigger i vogël. Po trauma është aty e pa elaboruar. Dhe në shumicën e rasteve nuk vinë për të folur atë gjë. Ali më një rast i tha që unë isha betuar që të ta merrja këtë sekret në varr. Ti pas si unë harita të tregoj. Çfarë ndodh nëse nuk e tregoj? Deri në ç'pikë shkatron ky sekret të njerëz? Kjo është individuale. Ka individ që kanë atë reziliencë më të lartë dhe mund ta kenë kaluar në një ngritesë familjare shumë të afërt, shoqëror, apo partnerin, apo partneresh me gjendje të vinë. Por një gjë është e sigurt. Nga rastet e në eksperiencë klinike, por dhe studimet e theksojnë fort është që burrat e përjetojnë më keq se sa gratë. Gjinia mashkullore më shumë se sa gjinia feminine. Flisni njerëz, shkoni te psikologu dhe tregoni. Dhe këto traumat më pas si trajtohen me terapi nga psikologu? Në përgjithësi të problematikës. Pra nëse diçka bën një vlerësim para prap. Kryesisht se cilat janë simptomat që sill personi. Bën një vlerësim dhe shikoj nëse është një rast shumë i agravuar që mund të ketë nevojë për ndërhyrje në mjekut psikiatër, e referoj në mjekut psikiatër për të marrë te mjeku barazimisht dhe psikoterapi. Pastaj ngjarjet, detaj, apo këto narrativa vinë gjatë procesit terapeutik. Mund vinë pas disa javësh dhe disa muajsh. Pra një nga rastet që kam trajtuar e ka shprehur pas 2 vitesh. Për 2 vite, dhe është e ka fshehur. Po. Do të thënë, rrotullohesh gjithë situata dhe kishte një gjë që nuk e përçonte dhe nuk po kalonte procesin. Bënte një shkëputje terapie për 2-3 muaj, rikthesh prapë me një simptoma aktive, dhe nuk është se kam në duke në një gjë që duken. Janë thjesht ata vetë që i vojnë brenda dhe që e mbartin këtë traumë. Dhe që për fat të keq ata mbartin një gjë që nuk u takon fare atyre. Ndjenjën e turpit dhe të fajt. Por takon vetëm atyre që u shkaktojnë këtë gjë. Dhe këto manifestohen me ankth pastaj dhe në atake paniku apo ka dhe forma? Jo domosdoshmërisht, vetëm këto të dyja. Ka dhe forma shumë të ndryshme të tjera. Por kjo është marrësi e individit dhe të suportit që mund të ketë. Janë një sër faktorësh, po më të shumta janë kryesisht ankth, atak paniku, peshmësi, mund të jetë gjendje depresioni, logështi, sepse vetëfajsimi, akuza, ndjenja e turpit. Po flasim për një person që ka kaluar këtë, ku ka qenë në fëmijëri të hershme. Dhe i trashëgon vit pas viti, i merr me vete gjithë këto. I merr me vete, po.
në qasë kur... Gjatë gjithë jetës si ka. Po, s'faritet, s'kapacohet, përpishet të integrohet, por është një moment që trupi reagon dhe kërkon ndihmë. Pra ataku panikut është duke të kërkuar ndihmë. Do të ka një gjë që nuk shkon me ty. Ke një kërkesë emocionale apo psikologjike apo ke përjetime traumatike apo ndonjë traumë të nënshme. Pra po të kërkon ndihmë. Ataku panikut është një alarm, është një sinjalizues. Është një lloj sikurse unë përdor një shembull shumë të thjeshtë. Kur kemi temperaturë, nuk është problemi temperatura. Problemi është çfarë temperatura po na sinjalizon që ne kemi si problem fizik. E qartë, mirë. Valentina, falenderoj. Shikoj, kam pasur edhe një herë në podcast dhe nuk ta kam bërë këtë pyetje. E supozojmë se neve na dëgjuan në këtë podcastin tonë dhe duan një ndihmë më të specializuar nga Valentina. Ti bën vetë seansa? Patjetër. Okej, duhet të një klinik që bën seansa vetë, asnjëherë s'na e ke thënë. Në vjen numër telefoni. Patjetër. Për të gjithë interesuarit në gjejnë në rrjetet sociale apo që të kemi të drejtë kontakte. Ndryshme, unë zhvilloj seansa kryesisht online, brenda dhe jashtë vendit për ata që kanë të pamë në YouTube. Por kam dhe një midis klinik, po qendare bashkë me dy kolegët e mi, të cilat ose në orët e pasdites dhe mbas orarit të punës, ose të shtunave, i zhvilloj dhe në varësi të rëndësive. Nga që nuk të kisha pyetur, ose tani, përveç se e moderojmë këtë podcastin bashkë me të ftuarin, po edhe ndonjëherë jam edhe unë pjesë e bëj vetëm dhe si dëgjuese. Kështu që, okej, shumë mirë. Atëherë kush ka nevojë, te Valentina Telhaj, shkruajeni numrin, kërkojeni, emrin kërkojeni dhe pse jo të shërojmë traumat. Ose unë ftoj në një formë tjetër. Që si fillim mund të duan të bëjmë të hartojmë pyetje ose dilema të caktuara, që marrin pak një orientim. Ne mund të hartojmë, të mbledhim disa pyetje apo dilema, apo gjëra që ata mund të vënë pa diskutim anonim. Dhe ne u japim disa përgjigje bashkë me Jonën. Okej, shumë interesante dhe kjo mënyra. Kështu që na shkruani